histori e prek secilin nga ju. I prek edhe ata atje. Kjo është historia që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klan Radio dhe KTV. Përshëndetje për gjithë juve që vazhdojnë shoqoni me Koha Vision dhe me Klan Radio, po shpresojmë që keni pas ditën e mirë, po shpresojmë që ka qenë edhe shumë e suksesshme. En minutat vazhdim ju presim bashkëpunim edhe për informata rreth komunikacionit, po ju presim me bashkëbisedu edhe për një temë që ne kemi përgjithë për ditën e sotme, për gjatë 45-68 minutave. Por do më thonë qysh e lëm Fiona në fund telefonatën e fundit, se kanë arpi zgat më shumë që ashtu ka qef. Dëgjoj, ata me cilit folio në zakonisht kanë qef me zgjat muhabeti. Po, unë ngoj, nuk ja u prishi. Okej. S'kam qef ja u prish. Përshëndetje krejtëve kudo që jeni duke na dëgjuar në këtë momente, sidomos ju që jeni në komunikacion në këtë momente, e di që e keni ose jeni tu e përjetuar një moment të vështirë, që besoj e dini tashmë që ju pret në këtë kohë, se ju që u thoni zakonisht në këtë kohë e dini që ka komunikacion. Bile cim në ora mesditë, ashtu në fakt po i bjen ai rrethi Çaglavicës, ai bjen ashtu? Të lovi. Po, të lovi, aty është gjithmonë. Andej këndej. Po nuk pash kur gjon, nëse policia ken aty, jo, veç rrethi e bën vetë të lovi. Rrethi e bën vetë të lovi. A ka shumë vetura, a janë ato marketet? Nuk e di si më dal hala me konstatuar që do probleme, po. Edhe po kom qef për momentin ka kolon gjatë. Domethënë është si kolona gjatë për dekreti Çaglavicës drejtim Prishtinës, pra është kolona shumë e gjatë. Shumë e kot domethënë. Është një prej veneve në Prishtinë, ma kolon kot kështu që bose hajde tek ne nëpër semafora, nëpër e kuptoj. Ama aty gjithë ajo rrugë, gjithë ato kursi me u bë gjithë ajo tullovi, kot domethënë. Pika e kotit. Nëse sot kena me fol për një tjetër temë, për disa gjëra për cilat në shta kena luftu, kena ndru, jemi mundu, por ka një herë jeta nuk, jo jeta baholli, po jeta që do thime, nuk t'i ofron, se çashtu lidhen punë, çashtu lidhet situata, fati, edhe nuk ndodhin disa gjëra. Kështu që bëdojna me ditë për juve, cilat janë ato gjërat që nuk i keni arrit, po i keni ndru gjithmonë. 049 978 978. Kënga e parë hyrë se vjen nga Dhurata Dora dhe Yll Limani Malli. Ose që keni nevojë merri mbush me derivate, me bofull, mos harroni me shku tek Pika Petrol Companies në Hajvali, sepse e keni edhe dizelën dhe benzinën për 1.17 për litër me derivatet më të mira të Petrol Company, me çmimet më të mira në Hajvali. Po, që shoh lidh çfarime. Për ndryshe na nga ky moment ju presim me na tregu se çka nuk keni arrit, por e keni ndru. Definitivisht krejt e kena pas ka një ëndër, ka pas diçka që ka mujt me nalon për mos me arrit ato. Na i far sportistis ka mujt me lon, do më thonë një lëndim që ja ka pren gjys të ëndrën edhe s'ka mujt me arrit. Cili është Nuha, kush është që ka lujt futboll? Mos e pa që ngatru. Po presim me na thirr, me na tregu. E di që e ka përmend shpesh që Alo e don futbollin, po edhe ka qenë futboller edhe ka ndru me qenë futboller. Po se ka dhe ëndra tjera, do më thonë, dikush është nis me knu, e ka mbet prezantuese. Do më thonë, ka ëndra të ndryshme, edhe për çata po i presim me na tregu. Për mua e ka, se ju që nash që jeni në radio për mua e ka. E pora ke për mua. Edhe do më thonë me sport. Edhe po, kështu që mundeni me na thirr nga ky moment në 04997 na nisemi pi vetës shpesh, po. Edhe një ëndër tjetër. Po, 40% e kom plotsume. Edhe 25 meta. Veç edhe 20 kanë meta. Po, pak a shumë po e kom ndru veten para ekranit, para mikrofonit, po jo qëto. Po dhe këngëtare? Jo. Edhe ajo që s'qysh. A sot diçka tjetër, a? Po. Nashta në të ardhmen. Le pak ma vonë ma tregon qëta. Kështu që jemi në loading, halo. Okej, pas ka ko për 20% ajo përmbushet, ku në ardhe të 20%, po për 20% si të kryet. Po Zhvetërnikut ka kolon deri tek rrethi Duplex, është pjesë e ngarkuar për mjuqos rrethit edhe nga rrethi ambasadës amerikane. Rruga Agim Ramadani ka kolon nga komuna deri tek Udhkryqi i Menzës, po. Qenë ka pjesë e ngarkuar me kolon pra dhe kjo në 049978978 përveç telefonatave i presim edhe informatat e komunikacionit. Po që telefonata shëndetje. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush telefonon? Ekremi Piravet. Ajde Ekrem, si je?
Po mirë, po jo. Mos na ujnoni kur ju pyesim vazhdimisht kush telefonon, se kemi qef me u prezantu edhe para tjerëve se na ju e dini tash që i dim shumicën ja u njohim zërin shumicës. Unë për vete nuk kam kur parë nuk e ke problem. Ekrem, tregom ti çka ke ëndru, por çka nuk ke arrit, por e ke ëndru në fakt. Unë kam qenë futbolist. Se unë të përziva me Nuhën, a veshe? Tash e disha që dikush prej dëgjuesve tonë ka qenë futbolist, po nuk ka mujt me e vazhdu karrierën. Edhe për shkak të lëndimit nuk kam mujt me vazhdu karrierën. Ke pas lëndim të rënda? Po. Çka ka ndodhur? Ai kam bërë operacionin kur im kanë rushtar meniskusin edhe kam ndërpre karrierën. Edhe aty është dashur të ndërprej, se po shohim çdo ditë lojtar shumë të mirë edhe emra botror që për shkak të lëndimeve duhet me lon ose me muaj të tërë mos me lujt e mandej kur s'po lujnë me mujt tona mandej po harrohen. Valla arsim Muriçi u kon shumë në atë kohë për karrierën time. Do më thonë ti e kon më i fortë se Muriçi, Pivian? Jo më i fortë, po shumë si Maradona. Okej. Po më vjen keq që do më thonë s'pas ke mujt me vazhdu karrierën dhe po ka shumë si ti. Dihet që ka shumë si ti që s'kan mujt, ndoshta kanë qenë shumë mirë, po ka mundu pak disiplina e të jo. Faleminderit shumë Ekrem, të përshëndes. Që e ke ndonë me ne. Kaloni mirë. Edhe shpresoj që paraca ka zgjat, ka qenë periudhë e bukur, a? Po që shjoba kur të njerësh me një vjet me ludu ma se ka njerë fokusohemi shumë të ajo qka nuk është realizu edhe harrojna pak me shiju ose me kujtu me emocione, me dashni atë pjesë që e ke prjetu, se dikush nuk e ka këtë fat hiq. E don futbollin, po nuk e ka fatin hiq asnjëherë me lujt me një fushë ose me një ekip, kështu që është mirë me shiju për atë sa zgjat. Prishtinaticket.net, ju që doni me shiju thimet për atë sa zgjat, drejtim Gjermani, Zvicrës, dhe një Suedis, Luksemburgu, Dana, Sjeltas, mundin me i rezervu biletat me operatorin më të madh në aeroportin e Prishtinës, që është Prishtinaticket.net me çmimet më ekonomike. Kështu që koncentrohuni, mdoket hajpat me Suedin, lojën e radhës Kosova, po atje. Mdoket që atje ka me Suedin, se kështu e kështu që të Prishtinaticket.net, që po i bjen për loje ki fjallën për loje kom fjallën edhe posh që kam fillu dhe më thonë ama kur përshkrycim Kosovë-Suedi për mdalin linjët autobus Kosovë, pëse edhe me autobus për shkojnë Suedi? Për ndryshe jo. Po me Suedin është. Loja është me Suedin me 11 tetor. Me 13 tetor po ma qetë mu. Po nëse se jo, ne morra këtu informatën tjetër që është po organizohen këta me shku. Edhe ç'tashte poshtë. Me tetin do me thonë ka qenë loja apo që fitum 2-0, tash me 13. Kena me shku dhe si musafir Mikall Zuçi nuk ka qenë rastia ajo këtu që ka ndodhur, po na vina edhe atje dhe përveç të tjera. Ama tash kur shkojmë atje, kena mu solidarizu pak edhe milion me na fitu. Nuk ka kësi sene, mos bëni kësi lëshime. Ja, s'besoj heq, besoj që kanë me qenë alo ma mirë se këto. 049978 përveç që informatave rreth komunikacionit, po ju presim edhe me telefonata, po ju presim në Viber, njëjti numër pra, me na tregu për një ëndër që keni pas, edhe që nuk keni arrit me realizu, cila ka qenë arsyeja që s'keni arrit me realizu, mundeni me na telefonu edhe me na tregu cila ka qenë ajo arsye. Në 049978 provoni me thirr numër se po mdoket që puna me Viber nuk është shumë mirë. Nuk është. Po, kështu që provoni me edhe me numër. Provoni edhe në Viber se rregullojeni tash për 1 minutë 2, po jo ma lehtë keni me marr lidhje nëse thirrni në numër kështu direkt. Viber 049978 edhe një herë tema, cila është çfarë nuk keni arritë në fakt, por që keni ëndrruar gjithmonë. Kjo pak a shumë është pyetja për ditën e sotme. Prishtina për momentin është duke arrit temperaturat maksimale që po shkojnë 29 deri në 30 gradë Celsius. Edhe real feel është qaq, nuk është më shumë, kështu që një ditë shumë e mirë sot. Po nesër mos harroni që ka me pas ndryshime për 10 gradë, ndoshta edhe më shumë, kanë me rrot temperaturat, kështu që ta keni parasysh që nesër është një ditë kogja më e ftoftë se sot. Mandej kena me pas gradualisht rritje temperaturave, dhe jo avën tjetër që kanë me shku mbi 30 gradë Celsius. Ka po nesër veç 22-3 Nesër është 20 maksimalja, të enjtën 21, premte 25, mandej gjatë fundjavës shkojnë 27-30. Mandej, të hanën tjetër,
është 31, 32, 31, 29, do me thonë që shtona pret java e pothuajse nuk i vjen e fundit, po e para fundit e shtatorit. Në rregull, do me thonë me 20 grada, apet mirë është vishë na mësuna me pas pak ma shumë se që duhet. Po dhe, e na mësu ta shpejt, po, e na mësu me pas sa shtator sot, sot është sot fjon? Sot është 16, edhe do të me shpizu rastin, mi uru disa ditlinjë sot, a e urojmë? E urojmë apo që? Mas parja urojmë Gentit, kolegu tonë dhe shefi tonë, ja urojmë ditlinjën. Edhe një shoku tjetër të vogël që e kemi sharrit, njoni sa i boni madhi nuk. Bashkën, jo shok gushtjen, alon para shkollor, dhe alon klas parë, dikush nuk ka hi. Urime Sharr, urime Gent, alo përshëndetje. Urime krejt veç që festoni sot. Alo përshëndetje. Kush na përshëndet? Një ndëgjuse nga Prishtina. Ndëgjuse si edhe si kalon? Mirë, faleminderit, po jo e një mirë, a një lutë. Mirë, faleminderit edhe na, mirë jemi, mirë kemi kalu. Hajde tregon atë lutna një ëndër që e ke pas gjithmonë dhe s'ke mujt me arrit, s'ke mujt me realizu që atë ëndër. Cila është ajo ëndra jote që s'është realizu deri sot? Talime që s'ko mujt me realizu është shkollën me kryje. Më thonë shkollën. Kur e ke stopu shkollën, a hiq? Jo më konë të edikon, po më ka vdek prindit, anë s'ko mujt me shkollu ma shumë. është dashur me ndërprej për shkak kushteve në atë kohë, edhe rrethonave që kanë qenë, po është dashur shumë prej juve me inal shkollat që kanë bërë shumë keq. Faleminderit shumë që na ke thirrë. Qaja është ëndra ime shumë, edhe sot portfolio shumë keq e një vetën. Po nej, se sot e mundëson pak teknologjia nashta me mujt me lexue me mua u aftësu, po si do që tjetë po normal që mungon shkolla. Ato ditë s'kthehen kur. Me fëmijët me kom arrit e i kom po ju. Ato ditë s'kthehen kur, e vërtet është. Faleminderit shumë që na ke thirrë. Kalofsh mirë, tung. IPCO është operatori, pedini IPCO, po e ka një super ofertë, edhe kjo oferta është për ata që janë me para pagim, janë 3 pako, tip mini, tip super dhe tip max, për juve që udhtoni edhe në Ballkanin Perëndimor, zgjidhen njënën prej pakos tip super dhe max, sepse i ka 300 minuta 100 SMS plus 8 GB që vlen Ballkanin Perëndimor, ose maxi 500 minuta 100 SMS 15 plus 15 GB që vlen në Ballkanin Perëndimor. Ja telefonata radhës. Alo, përshëndetje. Alo. Kush telefonon? Albin. Nuk po mdokësh që ki moshën e duhur për me na tregu për ëndra që janë realizu, që se realizu, kështu që njësësi faleminderit shumë, po presim personat 18 plus, edhe pse 18 plus është edhe ajo moshë shumë e re për me u përgjigj për pyetjen e sotme. Po, apet ka ndaj kusht 18 vjet që po do të më kanë. Është fillimi nështë i ëndrave. Sa gjarsime të nalt, po. Po thonë sa Fiona, alo e kish do më thonë edhe 20% tha dhe u kry kjo farë pune, u bites ëndra. Nuk është dash ëndër, po një farë... Lehet ashtë. A ki po si fmicim, kur jemi mbledh nëse të kujtohet, edhe të kujtohet besoj, se tash fmicë sot mbledhen edhe lujni në për tableta, në për telefona, e në moshën tonë, në fëmirin tonë, e jemi mbledh edhe kemi shpik lojra. Edhe se cile ka marrë ka një profesion. Besoj edhe tje ke pas këtë loj. Dikush u barkatar, dikush u bushit, dikush këngëtar. Domethënë kemi improvizu ka një loj nga një profesion, edhe se cili që aty në shtana Galinda jo dashuria për profesione. Me pas në i zanat ose në i profesion. Edhe unë po, njëna prej tyne ka qenë osarkatar. Adina jo pip ose çik me çelarkën. Shumë atraktive o shikshir marketa kur shkojnë bashkë. Shumë i duçika që punojnë në orga. Po ne merrem. Po si zamra e çesë. Edhe i folje dëgjosh me shumë dashni edhe me shumë respekt se gjithmonë ka pëlqyer. Po mandej edhe moderimi ka qenë njëna prej tyne. Me ato kablot e fshesave elektrike kemi luajtur rolin. Ka mundësinë të më alon, bre. Për një ditë e kisha ndru profesionin, kisha bërë për një ditë me dal. Nuk e kam provu kur fatkeqësisht, po kisha pas qef. Edhe kthemi ato cent, çe telefonata. Edhe kisha kthy krejt centat. 1, 2, krejt i kisha kthy. Ani mo ato që më i kthejnë kom halo ma shumë respekt. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon Naz? Naz po telefon. Çish je Naz, më ai mirë? Mirë, faleminderit, jeni. Mirë për mrekulli. Çka nuk ke arrit Naz, por e ke ëndru? On kam pas ëndru me studiu gjuhën angleze. Po? E kam pas të regjistru në fakultetin. Mirë po... Çka ndodhi? Ndodhi në vitin të një demonstrata, të një u presh gjendja, edhe më pa kushtet, nëse për kushtet, ndashta e kisha arrit,
Po shkoku i demonstrata shkova në shërbim ushtarak, edhe u preshket plani. Mori tjetër kohje jeta. Nuk realizëm. E sot çush je me anglishtin? Çush je sot me anglishtin? Me anglishtin jam dopt, ma dopt se kom në Gjermani, anglishtja ka dalë fak onësh. Okej, tash e dëgjoj gjermane, kështu që njonën. Okej. Është mirë me ditë një gjuhë, s'ka problem cilën. Amo gjuha angleze e kom pas ëndër, po ndodhe çka ndodhe dhe s'u realizu. Po kryesore jemi të pavarur që ajo është kryesore. Çfarë është me rëndësi? Nas faleminderit shumë edhe të përshëndes. Edhe një përshëndes, kalosh si jam. Faleminderit. Mënoni profesorin Nazmi, profesorin Nazmi gjuhës angleze. Hello everyone. Kështu i bota. Alo, përshëndetje. Edhe zonin e mirë plus Shrekonozi, edhe anglisht. Kush na përshëndet? Futbollist numër. Meha. Me. Si je, si kalon? Mirë, faleminderit. Ajni mirë. Mirë, faleminderit edhe na mirë jemi. Ëndra e paralizuar e Mehes është për aksen si mbro pa shumë bre. Po do të ka pak. Para 50 vjete që shka qenë për para. E kom dosh sportin, futbolin shumë e kom dosh. Njëherë një tem kom lu futbol në fushë madhe. Njëherë, ato e di. Edhe ma nuk kom mujt me shku me lu. Pse? Qa ka qenë arsyeja që e kena lëndë? Arsyeja kryesore ka qenë kushtet financiare. Kushtet financiare, do më thonë kushtet kanë qenë arsyeja vetë me që e kena. Kushtet kanë qenë se kom qenë shumë i mirë edhe u pa të registru me nëna, po duke me pas pare më janë poshte për pleqë, kështë kushtet. A e din për cilën klub ke lujt lojën e parë? Ja, kemi shkue si fëmi me higjen loj, a di që mashin i përpara grupe, mi zhjel i talentat. Okej, do më thonë vishë test. Valen ditë që kom luë, jo ka ndollë marsin, pasë të kusë jetë. E në qëfar pozite ke luë? Që të kom luë nënqin. Nënqin kom gjithë. Edhe kom nënë gulla shumë. Po ka dhe drejt, jem kom... Qaj bje nënë sulmus? Nënë sulmus, po, tipik sulmus. Po, shumë jem kom qendët, atë jem komën me penaltia kërë bëjshin, me shonca, me gulla, unë i kom nënë. Po më vjen shumë keq që se ke realizu ëndrën, edhe vish thash edhe majret, i thash edhe e kremit, po thëmë edhe ty dje që ka shumë si ti, kështu që nashta, aja din e ngushtlëm pak vetën me këtë farë pune. Faleminderit shumë. Për më zëmë pak këtë farkone pleqninjës pak. Edhe po shpresoj që tritë që përna dëgjojnë, mi vazhdu ëndrat, se adin nuk bojnë atë tema veçaj, po e bojnë atë tema për me në ndëgjun është ta njëri që për pak diçka po do me lanë ëndrën, me di që dikush s'ka mujt me vazhdu për një arsye të caktume, qoftë edhe ajo banale. Kështu që këta tritë që na dëgjojnë, do të me menu mirë edhe kur t'ja nisin një ëndrë me realizu, me vazhdu deri në fund, mos me pas çka me nalë përpara. Faleminderit shumë. Ditën e mirë, ju faleminderit. Është më interesant kjo puna sportive vetë. Unë prek shumë. Ka shumë raste kum dëgju personalisht prej trajnerëve që kanë pas drejtuar shumë të mirë në stërvitje, edhe që kanë heqë dorë nga futbolli, që the për arsye banale. Për një punë, për një rrogë, po kushtet ju kanë tilla, do të thonë është dosh me vazhdu apo don me mojt familjen, apo don ose thjesht Dembelia. Pra, ta ditën e mirë. Ka edhe raste të tilla që kanë talent të jashtëzakonshëm, por i mungon motivimi ose dashuria për futbollin ose për sportin. Ai që lëm për Dembeli, ai nuk e ka pas, domethënë dashuria se ka pas. Ka tilla nga trajnerët që kanë pas super lojtar, po thjesht nuk kanë qenë të interesuar. S'u ka interesuar. Nuk e s'u ka interesuar me zhvillu talentin, edhe kjo është për një me të ardh keq. E ka shumë të tjerë që e dojnë shumë, po ndoshta nuk janë as të talentum ose nuk i kanë mundësi, do me thonë kanë jarjeta nuk është fair. Po ju që vërë dëgjoni, që tha dhe Cimi, merrni pak shembull edhe prej moshave që kanë përjetu për një më shumë sakrifisa kanë pas në jetën e tyre, s'kanë mujt me realizu ëndrat. Kështu që mos bëmi si ata që nesër mas nesër me fol me kaq dëshpërim edhe me kaq dhimbje për një ëndër që e kena pas edhe që se kena realizu për kot hiç. Për juve që e keni ëndër për me pas një veturë e cila i ka 10 vite garancion, i ka 3 vite asistencë rrugore në përkrejt Evropën, ju duheni me shku tek Auto Trade sepse ju presin vetura Toyota, gjitha llojat e veturave Toyota. Po s'ka mos besoj se dias, besoj që ka tjera, po s'ka më, po çish me Toyota mos me kanë hibrid. Po ka njerëz që nuk i dinë. Kur po e dëgjojmë bollon çfarë veturë kjo? Jo, më i kanë se s'ka pa pas. Alien.
Hini në rrjetet sociale të Toyota Kosova shkrune, edhe shini RAV4 me super zbritje, por jo vetëm ato dhe shumë modele të tjera, ose shkoni direkt tek Autotrade dhe thuni po du me bëni test drive kësaj super veture, edhe keni atje një ekip mrekullueshëm që kanë më treguar detaje për veturën Toyota, që Viber. Ti pse vëm keshet, se thash nuha, do të thonë s'ke as nuha, as ke kremi dhe meha. Unë ta bëjsha po nuha, ta bëjsha. Përshë nuha. Po, ta bëjsha nuha. Aferin kon. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush telefonon? Një zonjë nga Besiana. Si e zonjë nga Besiana? Mirë shumë. Më vjen mirë. Tregom ti çka ke ndru, por nuk ke mujt me arrit, me plotsu ëndrrën. Shkollën vret në 81. Edhe ti bashkë qatë vetë, qka ka ndodhë? Ka ndodhë haku i demonstratave që të një se jem kanë zonë se e mirë me peshë, jem kanë dejtë në tetën. Cila ka qenë ndra jote? Qka ke dasht me vazhdu studimet? Ndra ime ka qenë për me kry shkollën. Mësë më varë për i kërkonja. Po ndëgjojme. Po, vish po dëgjoj me vëmendje. Edhe me kry shkollën më pënsue një zanat për roba sepsi. Ato e kom pas profesion gjithë. A e ke praktikua, e praktikon apo jo? Gjithë e kom praktikua edhe kër jem kanë qikë, edhe mas jo martue, çdo herë e kom pas habi. Okej. A vazhdon hala me bukët punë? Se është fitim prushte, edhe është shumë simpatike si punë mendoj. Jo, për veti diçka po, ama kështu me po të thua dikon, jo. Se i vyti fionës një fustan diçka për nesër, po nese, zdhezi. Lete tash të po të me asil më habi, nese largë dhe atja kush me shku. Dëgjuse nga Besiana, të përshëndes shumë, faleminderit që na ke thirrë. Gjithashtu edhe një përshëndes me gjithat mirat. Gjithat mirat. Tung, faleminderit shumë, faleminderit për përshëndesin, po që shumë shku më zbaj gore. Për ndryshe mu kalë shumë një gjo. Nga Vetërniku lartë, kolona deri tek rrethi i ambasadës, pjesë e ngarkuar me kolonë. Jo ndo ditë për me që të këputhet filmi, adë nuk e dim pëse je i pushu shumë. Krejt është në regull, vi qashtu, du me vash vjen. Vashë kërë pushon ma shumë. Po, edhe ma kesh është. Vjen terri. E ngarkuar, po terri për na vjen. E ngarkuar është qasja për dekrethi i Çaklavicës në drejtim të Prishtinës, kolone gjatë po vazhdojnë me qenë. E ngarkuar është edhe rruga Tirana për tek rrethi prapa stadiumit Fadil Vokri. Rruga Zagrebi me kolon nga rrethi prapa stadiumit tutje deri tek shkolla fillore model atje, po shihet pjesë e ngarkuar edhe kjo. Hajde telefonata fillimisht. Përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Në Zolfoniqi Klin. Si edhe si kalon? Juve. Mirë, faleminderit. Apo na tregon cila ka qenë ëndra jote që s'është realizuar, që s'ka mujt mu realizu? A bon me tregu që më ka realizu. Jo, na po dojna që su realizu, se këtu që ju në realizu e bojna një tem tjetër. Jo, do është me tregu se këmë konë fëmi vogël, këmë anë vërru me shku që këmë njëherë. Edhe u kry kjo punë. Tash më ka realizu, këtë këmë banese, këmë këtë dhe që po më të dhe. Faleminderit shumë që nga këtirë po të përshëndesit. Jo realizu, po të realizu, e pas ke rënu stazën. Që telefonata tjetër? Ashtë kështë shku përsheme, adem të shka ku banese. Ku botha me banese, me kretë. Egzofsh, ja pa fsharin, sopel shumë verës. Edhe ku e ki? A ki gatë të veni aty? Ta Itali na i skillani. Jo, okej, që të tjetra. Normal. Alo, përshëndetje. Alo. O, alo dhe për ty. Unë po çuditna, do me thonë prej gjysheve. Ama është ëndra e realizuar e dikujt. Po, është për gjysheve që do me thonë, hajtë se let njihet pak. Ka qef ka njëherë kështu, ju duket si simpatike, diçka, po jo, na nuk kemi qef, ju kemi tregu dhe ma herët, plus 18, kështu që mos na e blokoni, ju lutem lidhjen. Pjasu ne blokon, ma e kryta. Okej. Para se me shku të telefonata tjetër, Enza Ho. Veç t'ju tregoj shpejt, lutem prit. Veç mirë se erdhe tani në Mirë se erdhe, veç t'u tregoj që Enza po vazhdon me kampanjën Best Wedding Deals për çiftet e reja, kanë ekstra zbritje përveç 25% zbritje që ka në kampanjën aktuale. Alo, përshëndetje. O, përshëndetje, more. Që tregu që është Batiri, e di që nuk i dhënohet Batiri ku me ditë çka mu bo. Batir që shqim? O, mirë, bilohi. Vjen mirë. Ashtë gjithë shka në regull tash? Se na ke mungu disa det me arsye të plot, na tregove që gjithë shka është në regull.
Shumë mirë, djalim ka ardhur dje pe spitali, u konë 90% akneja ne mjekti kanë thonë, po deshti zbroti edhe u kthye. Çka është ky 10% i madh më rebater se dente. Edhe 0.01 më konë shansa, kur nuk I dihet. Edhe ka pas vullnetin e mirë, I ka një mjek ka thonë kur nuk jam qatë situatë që ka me shkue. Po tash këne ka prindaj, një njeri pozitiv si ti, nuk besoj që kish mujt me mendu ndryshe edhe me reagu ndryshe. Dhe mjekti kanë një kur ka thonë kërë kanë bo atë elektromagnetin. Po më vjen mirë Batir që gjithçka është në rregull me shëndetin e djalit, uroj që edhe ti je mirë me shëndet. Tregom cila është ajo ëndra që s'ke mujt me realizu, nëse ka. Ëndra jam 5.000, kom pas qef mu bo një kontar, s'mu ka realizue. Çfarë duhet e Te na ke knu veç, në radio ke knu. Po, kum knua, edhe orave kum knua, kum prashika, kum knua. Jo, dhe na knojna në banjo Batir, pa e së gjedh, ti ke knu para publikut. S'mu ka realizue që aja ondër. Ku kështë pas qef me knu? Gjithmonë, në peroda, në për televizore, gjithkon. Gjithkon, ku do që të kishë ardhë mundësia, kështë pas qef me knu? Edhe kong folklorike, edhe kong populore. Okej, po uroj që ka me të ardhë mundësia Batir, pse jo? A kështë knu, atë kishë ardhë bezdi me knu? Ka kalue e jemja kona... Po nëse dikush ta kish boni ftesë kom fjallën, a kishe... Që të spajtona me Batirin. A kishe refuzu nëse dikush ta kish boni ftesë me një odë me knu? Kongë e plakut thujnë është boj sa kakut. Do më thonë ke heq dorë kështu 100%. Ama kush po thot ty që je plakse? Së dite, pas ka një Po më thojnë që ashtu Ka një që ashtu Pi gjelozis Batir, mos t'in ka fjoj të valkut. Qëre, qysha, I thojnë njerës plak, djali 3. A I edhe I plaku I ri që është njone. Midea, kondicionerët, përveç se, do më thonë, kanë kursim kështu të energjisa, e kanë edhe inteligencën artificiale. Ta shkjo inteligenca artificiale është me kursy edhe 30% ma shumë energji elektrike, që kena nevoj këto dit me kursy. Për ndryshe, për se cilën blerjet të qfar do produkti Midea, ju futën në lojë shpërblyese edhe mundeni me fitu një vetur elektrike BID, Fion. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. O, si e gjyshe? Gjysha kiki. Si e? Si jam konë mirë arsim hiq. Pse e bre gjyshe që a kikë shtë qyrë si e konë mirë në të formi e? Që të herë e shkyva qefinin që thojnë. I ka tje thuj, I ka tje se s'kova shumë keq që më konë arsim, vallaj shumë keq që më konë, shumë keq, kurë një teme kështu që më konë. Po më vje mirë që ke bo ma mirë. Covid-2 që po thojnë 2.0, po. A I trema gjyshe të vishosh jep një rem valzem aty edhe I ka. Jo be gjyshe, thash ka pas ka ndodhë gripi. Pi gripi, tha e shtyva ato. Nejse, oj gjyshe, cila ka qenë ëndra jote pa realizume? Një ëndër që ke pas njetë, po s'ke mujt me realizu. Po të regoj që edhe sot da ditë me të pik, ani që e kom pas profesionin e kom shetit shumë bashk me bashkëshortin gjithë ka. Para se ma ardhë në Prishtinë, në Gjakov kom lut handball, kom qenë portiere e vllazënimit Gjakovës. Edhe u dash me ndërprej, ha? Edhe portiere shumë e mirë, po, edhe kom dash me ardhë në Prishtinë me e studiu difin atërë u thirke. Po. Për trajnere, e sot dhe atë dit e met pik që nuk e bo një trenere e volejbollit, apo? Jo, e handballit. E handballit, më falë, kërkoj ndjes. Për portiere, për portiera, po gurmane, po. Para më në edhe valzem edhe portiere, së qashtu shka gjyshe, po, një andër që du ka realizu ty, për cilën ke punu fort, jo rallë kush ka mujt me e bo, shtu që mjafton besoj kjo me qenë krenare. Për në atë ko që ka me, mëj më tonë që ka me? Po, pse jo? Po më qysh jo. Në atë ko, para 60 vjetë ka qenë një shumë keq profesioni jem. Para gjykime, po, na ke dregu. I ke thy mjaftu shumë tabu. Kalun të tonat kalun. Edhe puna e trenerës ka mujt me qenë atere para gjykume, po se shumë punë që ju mbot kanë mendu që janë vish punë për burra, e realisht nuk kanë qenë vish për burra, edhe po si do që tje e ke ndru një diçka që e ke dosht.
edhe po. Po e kam thyer, po i kam thyer. Edhe nëse s'është realizuar kjo, po do të thonë që tjetra u realizu. U realizu një tjetër. Faleminderit shumë gjyshe. Faleminderit tërnofshit. Faleminderit bashkë me ty. Vend të Romadës dhe gjeni në rrjetet sociale krejt ju që doni me ik kolonës edhe me abo bye veturave tu kalucim. Ti veç apo veç pak më shty. Edhe Automita ka sjell gjitha modelet për ju që jeni fillestar, që doni diçka më të vogël me më pak shpenzime, për ju që doni diçka pak më të guzimshme, që jeni ndoshta më të guzimshëm vetë edhe keni përvojë mbi të gjitha. Shkoni në Vend të Romadës sepse keni zbritje të shumta oferta të shumta në shumë lloje të motorëve. Ventura Motors by Automita, kështu e keni në rrjetet sociale. Po shkojna dhe në Albi Mojner, po shkojmë dhe në Albi, shpejt e shpejt. Klam Radio dhe KTV. Janë të saga që nisin e mbaron. Për rikthehemi edhe ne në 049978 po vazhdojmë, po ju presim me telefonatat e juaja, po presim na tregu se çfarë nuk keni arritur, por e keni ndruar, cila ka qenë një ëndër që ne keni dashur me arrit diçka, po nuk keni arrit për një arsye të caktuar, po dojna me ditë çto arsyet, edhe cilat kanë qenë ëndrat e juaja. Për ndryshe, për juve që i doni derivatet më cilësore që bujnë më shumë kilometra, shkoni tek Petrol Company. Por nëse shkoni tek Petrol Company në Ajvali, atëherë keni euro dizelin dhe benzinën për vetëm 1.17 për litër. Pra, në Ajvali dizeli dhe benzini tek Petrol Company është 1.17 për litër. Sa i përket komunikacionit në 049978 informatat që kanë arrit, na tregojnë për çastin të krethi i Çaglavicës që vazhdo me qenë pjesë e ngarkuar me kolon gjatë. Pjesa nga Vetërniku lart, pas ka ardhur kolona deri në Albimoz, di që shardhëm ka shpejta. E vazhdon kolona deri tek rrethi Duplex, pastaj e ngarkuar është pjesa e rrugës Tirana me kolon deri tek rrethi prapa stadiumit, vazhdon kolona edhe ka kafët e vogla, rruga Gjim Ramadani me kolon nga udhkryqi Menzës tek komuna. Këto janë informatat që kanë arrit në 049978 Jina tu në vlerësu pak që të varkove. Seriozisht e kia? Po, e kena shta me ato të politikës si të prek që shtu bohet. Se di, kjo pën fladit ka njëherë. Edhe pse është na është i flakën, kështu realisht, po. Bashkimi po na shun, jeni shumë të mirë, veç vazhdoni. Bashkimi që na kritikoj, ka vërtet po. Faleminderit bashkim. Çka ka ndodh bashkim? Çka ka ndodh? Përshëndes. Kjo është kishe atja u bëj rrafshi bjen, ha? A bashkim arsh ashtu, tregon drejt. A e ke venu që ashtu kur e ke shpruvish, po du me ditë. Ose ka vaj gore, përshëndes shumë. Na i marrim shumë kritikat. Besomni që do më thonë nëse ka një kritik që na shun dikush edhe ja kthejna, edhe bashkëbisedojna, edhe mundohemi me u bë më të mirë. Se po thoni që na më të mirë, po ka do më thonë hapësim për më u hala më të mirë, edhe gjithmonë i marrim krejt kritikat që i dërgoni, ato kritikat që janë me vend. Për të mirë qëna, po. Për ndryshe, disa tjera që kjo temë kështu, kjo temë ashtu, gjithë e ka dhe më thonë një prapavi, se cila temë që e bojna e ka një farë prapavi, edhe kush dërë me nëzonë. Po edhe i hishmës me pas, po atë ditë që kena nevoj me qenë të relaksume dhe na edhe ju. Mja u hek mendjem pas prej problemeve. Për zotin me drejt e kam, po thot, jeni shumë mirë vishë vazhdojnë, dhe më thonë e ka kështu, nuk e ka thonë për najtë diçka. Po më do këtë bashkim të regonat i për andrën tone. Po, se dhe më thonë edhe këtë tema pak se kryesisht kur flasim për ato ëndrat e parealizuara, nuk njihemi mirë, atë kërkosh, po është mirë mi përmend edhe një herë, po e përsëriti për mi dëgju këta trit. Edhe këta trit masanej me thon se lanë qështu si Tetja Fion. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Alo. Ndëgjuse nga Mitrovica. Hajde ndëgjuse, përshëndetje, mirë se ke ardhur. Mirë se ju gjej. Hajde ndëgjuse, tregom cila është një ëndër e parealizuar, do me thonë diçka. Mirë se ju gjeta. Mirë se erdhe, nalja zonin televizorit ja del në kuzhinë. Ëndra e parealizuar? Po. Ja komunoj, po së di. Veç vazhdo, se po dëgjojna. Ëndra e parealizuar është patent shoferi. Çka je të thonë, ke pas shef me kon shoferi? Ëndra e parealizuar patent shoferi. Okej, faleminderit e kena kuptuar se derisa po shkojnë më thonë jesëm po, çe telefonata tjetër Fion. Alo, telefon largonu prej televizorit. Alo.
Përshëndetje. Kush na përshëndet? Doja. Ku je Doj? Daj. Qysh jeni? A jeni mirë? Mirë, për mrekulli. Ti qysh je? Doj, ku je në Suedi, në cilin qytet më ke thonë që je në Suedi? Pas ka një marë, Doja. Doj, në cilin qytet je në Suedi, Doj? Ka herë që ndodha, shpo. O, Doj! More përgjigju? Në cilin qytet je në Suedi, ku jeton? Lead Shopping. Edhe njerë? Lead Shopping. A do me shku me këshyr lojën? Ajtë në këshyr shatë, a ka bilet? Jo, pasha moment. Se mëre Doj? Po të vjen Kosova, midi Suedis, me lujt aty edhe s'po shkon me këshyr. Zdiva, nuk jam një sportit. O Doje, me ardhë dhuna vjenti, me shku bashk? Po. Seriozisht? Pasha kryt e mamës po. Okej, hajtë fol me Fionën. Ani këshyrin pra, se po thot me ardhë unë, do me thonë. Po na jena 2 në 1, të kumë thonë, kur thëmë mund, kur thu ti, une është njësaj. Po mëse me rashtu, më thonë, na, jena në këtë të. Se po mërmoran dikush. Tregom, qka nuk ke arritur, por e ke ndruar? E kom ndruar më bo dentes, po s'ko mujtë më bo, se më kanë pranu në shkollë. A, ke apliku edhe nuk je pranu. Qka ke bo tani? Jem shku për automekanik 2 vite, atërë së më përqej shkova për robaqeps edhe meta si robaqeps. Derit. O, qëtë, e gjitha për nesër. Se kena një event nesër me cimin edhe po këshyri me buzgjidhje. Mu vesh pak shto elegant. Qka përna propozon? O, qka të vish në jo juve, ju ka hirë, la. Po thua. A, Benince. Ta njef Po shamira. shpojna me na i gjithë. Doj! Jeni irla. Nëse Fiona vendos me orë me pa lojën atje, kena me të lejmru. Pasha zotin koma. Okej, të bjem pak larkë, po s'kom qka të bëj. Punë e madhe. Që s'kena të lifar dojena. Që do të thot shëshnia e mirë e që ndojën. Kishe mujt pak, po nipi për doja për nipin që a bënd të Fiona, da po kuptan. A ti kur të vish këtu kena me të qunë Suez. Nuk o larkë, po të qojna në Suez. Që të sot kena mundësia doja, dhe na. Hajde për hajko, falimderit shumë. Hajde shihemi, falimderit. Sima. Urdha. A ka mundësi bes një ndodhit shkurt për që më kanë ndodhë kur jo martu sefe. Shkurt. Hajde shpejt në fund jena. Po, në fund jena, minuta shtesina. E kisha grune me 7 shkurt, o kone 7 shkurt. Po? Okej. Edhe dole me hecë, edhe ka qenë 18 vjeçare dhe përja bëj thash, ku thash hyp një tretuar, thash se përna shë policia. E kujtën që, po, e mitur. Në 18, a? E përna merë për më qënë në burg. Doj, sa je i gjati? Orna? Sa je i gjati? 1.80. 1.80. Së është ajo shkurt, po ti e pak ma i gjatë se që duesh. Faleminderit të në përshëndes. Me të mirat ajo. Ton kalon shmirë, ton. Pas të zbuti pak. Por ndryshe, a ke pa dhe diamanti është i vogël o doj. Është a ke pa çfarë guri i vogël është, ama vlerën e ka pedenti. Edhe nëse dën, do më thonë me pas një gurit çmuar diamantit, ju duni me shku te Rubini në qendër Prishtinës në Albi Mallus në Ferizaj Kus. Alo, përshëndetje. A kemi të fundit ajo? Po e kam jetë, pa e marrë të fundit se lot, po besoj që kena me marrë telefonatën e fundit. Edhe para me në kush është i fundit. Alo, përshëndetje. Jashtë Oksorja. Si gjithmonë, dhjeta, s'keni nevojë as veshëllu. Jashtë Oksor, s'po të vesa je mirë se e di që mirë je, vish tregom qa ke ndru gjithmonë edhe nuk e ke arrit me bo. Deri sot. Gjithë Allah, kom të shumë bo, po shumë konkurrencë e fort, pidim të anas, pidim. Kjo është e letë. Po më në leta? Po e letë është, po. Ishtë një 2-3 emisione edhe... Ja merë dorën kalaj. Ma gërditi, me njerë, ma gërditi. Ja merë dorën kalaj. Unë po të flasë për një andër. Jo për zërë. Sandra kom po me syqerën e s'ku marrit. Po bat një gjempi kom dash, kom thonë njerë, po s'e kom dalë, do mënë. Edhe me shetit botën se s'kam mujtë me realizuar la. Andra jote ka qenë për me shetit botën. Qëto dytën për mars, ajo e para mundët mu realizu. Po jo ja së mundet mu, ase para serios, se kom operacione, kom bo operacione qa shumë, sa që po më do këtë vete që shkonaj jo, i fort jeti mos baj gare, i fort jeti që tëtë që në dish që ako një farë kështu i operum një film ato rarë burë që ka posarë nëj Frankenstein po a i ka posë shumë premje jashtë Oksor ja kom bisë punës sëtë Hajde për hajrë Qysh ka i sëtë, mirë?
Mirë dita parë katastrofë të një po dhe dita parë tha Hasmin mos e pasha kështu që adin po jam kom kalu mirë se të vetë aty është sigurisht me shqiptar sigurisht me ka shqiptar aty janë nisa stilin më vetë çu keni kalu çka ka tre çu shen ka shtëpia dojta e keni po ju kanë ardha ju kanë thirr po jashtë doktor përshëndesim shumë jemi mrekullueshëm. Kanë dhe bukur e respektit. Ciao, kalofsh mirë. Por ndryshe për proteinë mos harroni me i marr ato protein line-in e Zotit, e gjeni në secilin market. E ne këtu edhe ju përshëndesim e ju falenderojmë shumë për telefonatat, pjesën e dytë për dini mesazhet. Deri nesër ju mos harroni me bë ato që doni me bë gjithmonë me hap shumë dashni. Paqet përshëndet. Klam Radio mos harroni ta ndiqni edhe në rrjetet sociale, në Facebook, në TikTok, Instagram, edhe në YouTube të na bëni subscribe, ku edhe mundeni me i pa gjitha emisionet tona nga e hëna në të premten. Nëse